SBA kundër Iranit. Si mund të rrëzojë ngushtica e Hormuzit ekonominë botërore? Kjo shtrirje ngushtë uji i mbartë afërsisht 21% furnizimit me naftë në të gjithë botën. Çdo ditë 21 milion fuqi nafte kalojnë pikërisht këtu. Nëse kjo pikë bllokimi mbyllet ndonjëherë, ekonomia globale do të shembet brenda pak ditësh. Çdo gjë, nga ushqimi i qanit deri te paketat që porosisni, varet nga ajo që ndodh në këtë rrugë ujore. Mirë se vini në ngushticën e Hormuzit, bllokada më e rrezikshme në planet. Në pikën e saj më të ngushtë, ngushtica është vetëm 33 km e gjerë. Në jug është Omani, në veri është Republika Islamike e Iranit, për shkak se uji është kaq i cekët. Kanali i sigurt i transportit për këto cisterna masive është tepër i ngushtë. Ai përbëhet nga dy korsi, secila vetëm 3 km e gjerë, të ndara nga një zonë tampon prej 2 km. Lundrimi në të është një makt logjistik, një gabim dhe trafiku ndalet. Mund të pyesni, pse të mos përdoren vetëm tubacione? Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ndërtuar tubacione anashkaluese, por të kombinuara, ato mund të lëvizin vetëm një pjesë të vogël të naftës. Anijet janë detyrueshme. Ekonomitë aziatike mbështeten shumë në këtë naftë, por tregjet perëndimore diktojnë çmimin. Vetëm një thashethem për problem këtu i çon tregjet globale të naftës në panik. Për dekada të tëra,